Socialistët nuk presin shtatorin për të nisur sezonin e ri politik, tashmë një pjesë e tyre i kanë marrë udhëzimet dhe detyrat që duhet të kryejnë. Kryeministri Rama po e nis të sesion duke mbledhur të parët, drejtuesit politik dhe krerët socialist të komisioneve parlamentare në vilën qeveritare në Pogradec. Me besën e mbyllën korrikun socialistët, po me besën po e nisin dhe sesionin e ri. Siç ABC News ka mësuar në takimin e Pogradecit, Rama u ka kërkuar socialistëve në takim që ta lexojnë me kujdes dokumentin Besa dhe aneksin e saj Pranin Besnike. Këto dokumente duhet u shpërndahen edhe krerëve të bashkive dhe kryetarëve të Partisë Socialiste në degët lokale, siç ka porositur Rama. Drejtuesit politik ndërkohë duhet të jenë më të pranishëm në terren, sipas kryeministrit. Kemi diskutuar për Besën, kemi diskutuar për Pranin Besnike, kemi diskutuar për ekosistemin e ri të komunikimit me qytetarin, kemi diskutuar edhe për pasqyrën unike, pasqyrë Albania, ku qytetarët do të kenë të pranishëm të gjithë institucionet dhe ku ambicia është që më herë se vonë të arrijnë në pikën që çdo kërkesë, çdo shqetësim, çdo halli i qytetarit drejtuar institucioneve të jetë si një pako dhe nga ana tjetër shteti, qeveria, institucionet ndjekin përgjegjësitë. Reforma territoriale që aktualisht është në proces vendimi në pushtetin bashkiak ishte një tjetër pikë e diskutimeve. Rama ka kërkuar të di nga drejtuesit politik përse ka patur revolt në Bashkitë Socialiste. Por tani fokusi i tyre është të shpjegojnë pse reforma e re territoriale që ndryshon hartën e bashkive nga 61 në 46 synon më shumë shërbime dhe marrjen e tyre më shpejt. Por objektivi i Partisë Socialiste shkon në 2027, atëherë kur do të mbahen zgjedhjet për pushtetin vendor. Siç është e zakonshme në radhët e socialistëve, ata edhe këtë herë, sipas porosisë së kryesocialistit, duhet t'i nisin përgatitjet që tani për zgjedhjet e pranverës së ardhshme. Në tryez pati dhe diskutime për një bashkëpunim më të mirë, ministër, deputet, drejtor dhe drejtori vendore, por dhe komunikim më aktiv me publikun. Por takimet edhe më të rëndësishme do të vijojnë të hënën, kur Rama ka thirrur ministrat në takim, ku pritet të bëhet bilanci i secilit dikaster. Ndërkohë, këto takime do të përmbyllen me mbledhjen e asamblesë së PS-s që parashikohet të mbahet në fillim të shtatorit, ku shpesh Rama komunikon vendime të rëndësishme.